është natyrë shumë pragmatike, unë dyshoj që s'ka qenë komunist fare. Dhe thënë, në kuptimin e asaj, ka që të letë e kishte lojën, mjafton më i forti, të ishte partneri ti, dhe ai dorëzoj që gjënë, dorëzoj dhe shokët e vetë. Ai vetë ju kishte për një për shku ke Tito, shkonin, vinin, bënin konventa, gjëra, dhe ku erdhë puna e tërheqjes, tha ju keni qenë atje, ato kishin po fotografi, kishin qenë atje, sepse ishte pjesë e vullnetit dhe e strategjisë së pushtetit Se shumë interesantë të komunist thëtë nuk besoj se kanë qenë komunist fare në ç'kontekst kontekst. Në kontekstin që ai të gjitha akuzat që rëndojnë mbi të në kontekstin e popullit moral. Ideologjikisht. Ai e përdor ideologjinë komuniste, se kjo është ideja që duhet të them unë dhe besoj unë, që ai besoi në ideologjinë komuniste sepse i vinte për shtat ndërtim të një diktature ku ai do ishte i përjetshëm, sa të ishte gjallë do ishte në krye të shtetit dhe ishte mënyra më mirë për ta mbrojtur pushtetin nga kundërshtarët e tij politik.